Ka referenca kanonike apo në këto tomoset e shenjta, do të thënë për komësim për gjuhën e një kryepeshkopi apo ka, do të mendoj në fillim kur kisha shqiptare mori ato që falin. Ka patur referenca të qarta për këtë dhe a janë ndryshuar ato apo kanë ngelur të njëjtat? Rasti i kishës ortodokse ka pasur statutin e vet. Në enet e statutit të përcaktonin edhe çështjen e komësisë. Dhe kriteri i statutit ka ndryshuar, ka marrë formalizim në vitin 1929, por më pas në mbledhjen e dytë të Këshillit Panortodoks, të kishës ortodokse, u hoq kriteri komësisë, sepse në vitin 1950, sepse mendoi që të thërritej një primat nga Moska dhe në varësi të politikës së jashtme që kishte shteti shqiptar, ndikonte edhe në politikën e brendshme të vetë kishës. Në kohën kur erdhi kryepiskopi Anastas, natyrisht që kishte kaluar përndjekja e besimeve fetare në Shqipëri, dhe natyrisht ai mund të ishte i huaj, po themi në kombësi, por nuk ishte i huaj për kishën, sepse ai u caktua në mënyrë kanonike nga patriarkana, që kishte për detyrë të dërgonte një primat për të parë se çfarë bëhej në Shqipëri. Ai u dërgua si eksark në fillim apo? U dërgua fillimisht si eksark. Ky ishte qëllimi i tij. Duke qenë i dërguar i përkohshëm, po i plot fuqishëm si kryepeshkop apo jo? Ky është sensi kuptimi. Ai ishte peshkop dhe erdhi si eksark. Më pas Këshilli Kleriko-Laik që ishte krijuar në Shqipëri, pasi do mbaronte, si të thuash, periudhën që ai bëri një veprimtari ringritëse të kishës ortodokse, i tha, ku do gjejmë në më të mirë se sa ty, dhe në tratativat për të zgjedhur se edhe në personat të tjerë mund të ishin kandidat për të zgjedhur, u zgjodh nga patriarkana ekumenike dhe u fronëzua. Gjatë fronëzimit pati një njohënie dhe pjesëmarrje të gjithë klerit dhe popullit, për aq sa ishim klerik, po themi, nga gjithë Shqipëria, në udhëzimin në Tiranë. Kemi pamjet në momentin e një shërbese në një kemi pamjet nuk e themi që në të dyshit. Kjo është shumë e qetë. Dhe kemi këtë rast që kur erdhi kryepiskopi Anastas në 1992-shin. Në 1992-shin dhe edhe me i vendim të presidentit Berisha, duket atë ishte edhe me edhe presidenti kishte. Ka patur negociat. Ka patur negociat dhe u pranua. Duhet merre me fjalë se presidenti duhet vinte firmën, po nuk e vuri, po e njohu. Ajo është edhe çështje që derisa e njohu, po e njohu me fjalë burrash. Po mirë, dakord. Në shtep nuk ecet me fjalë burrash. Atë shkresën unë nuk e kam parë, po megjithatë po e marrim të mirëqenie që në faqen e kishës ortodokse po. Dhe me ardhjen e kryepiskopit, ai u zgjodh si i tillë, natyrisht që ato kontestime që ishin me propavi politike dhe ju e dini që antropologjia njerëzore dhe mendimi ishte deformuar gjatë gjithë atyre dekadave që njeriu kishte jetuar në periudhën e komunizmit dhe natyrisht që është e pranueshme që do ishim skeptik si popull. Dhe njëkohësisht doja të theksoj diçka në lidhje me kombësinë që ka rëndësi. Kryepiskopi Anastas nuk është se ka lënë në testament, e ka mund testamentin, nuk thotë që duhet jetë shqiptar. Nuk është pjesë e këtij. Se nuk mund ta thotë këtë gjë. Sepse po ta thotë kryepiskopi këtë gjë, i bie që statutit. Instanca e sinodit që e zgjedh kryepiskopin të jetë nul pastaj. Nuk është thjesht një dëshirë e kryepiskopit. Kryepiskopi i përgatit sinodin, siç e përgatitet dhe sinodi parësh në 1998 në Shqipëri, pas ndalimit të fesë, ose pas lirisë së besimit, ku është edhe forlumturia i tanishëm, Im Zot Joani, që ishte një nga peshkopët e parë dhe ishte edhe shqiptar në të njëjtën kohë. Kjo ishte përpjekja që kisha bëri pas periudhës së egër të regjimit ateist. Edhe kontributi i tyre dhe i ish kryepeshkopit dhe i kryepeshkopit të tanishëm është i evidentuar edhe në shumë çmime, domethënë që janë marrë për veprimtarinë kishtare të Shqipërisë.